Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani vezë, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe kolesterolit. Në qendër proteinike e ngarkuar me 13 vitamina dhe minerale të ndryshme, acide yndyrore omega 3 dhe antioksidant, vezët janë në një zgjidhje e duhur për mëngjes. Studime shëndetësore tregojnë se ngrënia e vezës në mëngjes jo vetëm që u bën të ndiheni të ngopur për një kohë të gjatë, por gjithashtu ndihmon në ruajtjen e niveleve hormonale të sheqerit në gjak dhe atyre të insulinës. Vezët janë një burim ushqimor natyror i pasur me lëndë ushqyese, fuqia e kësaj pakete është e përsosur dhe pakrahasueshme. Nga pikpamja e funksionit të trurit, mbështetja e shëndetit fizik deri në ndihmën e rritjes së shëndetit tuaj, veza mund t'i ofrojë të gjitha, citon dietologja Germia Goyel. Ajo rendit edhe arsyet pse veza duhet të bëhet pjesë e rëndësishme e shëndetit tuaj sipas health.com. Vezët përmbajnë 13 vitamina dhe minerale të ndryshme të kërkuara nga trupi, që janë një burim i pasur i proteinave cilësore. Dëndësia e lartë ushqyese e vezës ndihmon atyre në mbështetjen e sistemit natyror imunitar të trupit dhe në rritjen fizike. Ajo ofron trajtime më të mira ushqyese, mund të veprojë si një element kryesor i rëndësishëm për një dietë e ekuilibruar mirë. Një vezë e madhe e zier ka rreth 77 kalori dhe përmban vitaminën A, B5, B12, B6, D, E, K dhe minerale si folat, fosfor, selen, kalcium, zink dhe 6 gram protein, 5 gram yndyrë të shëndetshme për zemrën. Ajo përmirëson nivelin e shikimit. E pasur me lutein dhe zeakantinë e verdha e vezës vepron si një antioksidues i dobishëm që zvogëlon rrezikun e kataraktit dhe degenerimit muskular në sy. Vezët janë gjithashtu të pasura me vitaminën A, vitaminë kjo është shumë e rëndësishme për imunitetin dhe parandalimin e problemeve të shikimit tuaj. Vezët janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për organizmin, përmbajnë në nivele më të larta të omegës 3. Vezët ndihmojnë në përmirësimin esencial të yndyrnave omega 3, që luajnë një rol aktiv në funksionin e zemrës, në shëndetin e mirë të trurit dhe në mbrojtjen e syve. Duke pasur parasysh kaq shumë përfitime që mund të ofrojë veza në dietën tuaj, duhet të jetë pjesë përbërëse e recetave tuaja të gatimit. Duke ditur edhe vlerat e shëndetshme që ajo do të ofrojë në organizmin tuaj, mos nguroni që të mos konsumoni vezë vazhdimisht. Vezët janë një nga elementët ushqyes më të mirë për imunitetin. Vezët janë një burim i shkëlqyer i aminoacideve hekurit dhe antioksidantëve të rëndësishëm, që mund t'i ofrojnë në trupit shumë vlera. Mungesa e këtyre 9 acideve yndyrore esenciale mund të shkaktojë humbje të masës muskulare, sistem të dobësuar imunitar, lodhje kronike, pamje të dobët të lëkurës dhe të flokëve. Nëse në ushqimet tuaja keni çdo ditë vezë, ja çfarë ndodh me shëndetin e organizmit. Do të rregulloni nivelin e kolesterolit. Një vezë përmban rreth 200 mg kolesterol, por kjo nuk do të thotë se vezët janë të këqija për gjakun tuaj. Në fakt, ulëntimet kanë treguar se vezët mund të ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe të rrisin nivelin e kolesterolit të mirë. Veza gjithashtu do të forcojë sistemin tuaj imunitar. 1 deri në 2 vezë në ditë do të ndihmojnë gjithashtu në luftimin kundër infeksioneve. Vezët janë një burim gjithashtu shumë i mirë i selenit, minerali që është thelbësor në funksionin e sistemit imunitar dhe për të rregulluar kështu edhe nivelin tuaj të tiroides. Do të përmirësojë funksionet tuaja njohëse. Vezët përmbajnë edhe element kompleks që kanë efekte pozitive në sistemin njohës. Studimet kanë treguar se mungesa e saj do të rrisë çrregullime neurologjike, dëmtimi i aftësive njohëse e të tjera. Vezët përmirësojnë shëndetin e dhëmbëve dhe ato të kockave. Vezët janë një burim shumë i mirë i vitaminës D, që janë në rrezet e diellit dhe disa ushqime të tjera, siç janë edhe vezët e përmbajnë atë në nivele të përshtatshme për organizmin tuaj. Vitamina D është e domosdoshme për rritjen e duhur të zhvillimit të dhëmbëve dhe të kockave, një absorbim i kalciumit i cili është i nevojshëm për funksionin e duhur të zemrës, në sistemin tretës dhe në metabolizëm. Vezët janë të mira edhe në shëndetin e lëkurës. Nëse keni probleme, siç mund të jenë puçrat ose edhe probleme të tjera të lëkurës, veza do të jetë një zgjidhje përkatëse me shumë ndihmë të madhe në shëndetin e saj, duke ofruar kështu element mineral të cilat, siç është edhe vitamina E, do ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të problemeve tuaja të lëkurës, sidomos nëse aplikohet edhe si mask. Ato mbrojnë shëndetin e syve.
Brenda vezës gjejmë të dy antioksidantë lutein dhe zeaxanthin, të cilët mbrojnë shëndetin e syve dhe përmirësojnë pamjen. Këta antioksidantë mund të zvogëlojnë nivelin e sëmundjeve të syrit, të zhvilluara si degenerimi makular dhe katarakta. Stimulojnë humbjen e peshës. Vezët janë në një zgjidhje shkëlqyer për mëngjes sepse ato shpejt mund të ofrojnë ndjenjën e ngopjes. Kjo do të rregullojë oreksin, do të zvogëlojë dëshirën për të ngrënë ushqime të këqija dhe do ju ndihmojë që të keni më të lehtë humbjen e peshës. Vezët zvogëlojnë stresin. Aminoacidet esenciale që gjenden në përbërje të vezës ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin mendor. Ato rregullojnë prodhimin e lirimit të serotoninës, neurotransmetues që është meritor në humbjen e problemeve tuaja të qetësisë dhe relaksimit. Kështu edhe veza do të jetë një zgjidhje përkatëse me shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Shumë nga ne, përveç ushqimeve të tjera, duhet të konsumojmë edhe vezë të zjera. Kjo pasi vezët bëjnë pjesë në listën e 10 super ushqimeve më të mira të organizmit. Pavarësisht për masave të saj, vezët përmbajnë sasi të madhe të substancave ushqyese themelore për shëndetin tonë, sepse e bardha dhe e verdha e vezës përmbajnë sasi të madhe të proteinës. Në këtë video do të njiheni me disa nga përfitimet që sjell konsumi i saj. Vezët përmirësojnë përqendrimin. Nëse filloni të konsumoni vezë, përqendrimi juaj do të jetë më i lartë. Studimet kanë treguar se përmes konsumit të vezëve do të keni edhe një vëmendje më të mirë. Veza përmban 14 ushqyes themelor, 5 gram yndyrë dhe 70 kalori, duke u kthyer në një nga problemet më të lehta që mund të zgjedhë, siç është edhe humbja e masës muskulare. Efekti i konsumit të vezës në dietën tuaj do të jetë gjithashtu një ndihmë e madhe organizmit. Vezët e pulës janë të pasur me kolesterol, por efekti i konsumit të vezëve në kolesterolin e gjak është minimal kur krahasohet me efektin e yndyrnave trans dhe yndyrnave të ngopura. Rreziku i sëmundjeve të zemrës mund të jetë më i lidhur me ushqime të shoqëruar me vezë në një mëngjes tradicional, siç është natriumi në prosciutto, salciça ose yndyrna të ngopura në vajra me yndyrë trans që përdoren për të skuqur vezën. Shumica e njerëzve të shëndetshëm mund të hanë deri në 2 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për problemet e zemrës. Disa studime kanë treguar se ky nivel i kolesterolit të vezëve në të vërtetë mund të parandalojë në disa lloje të gatimit, por historia mund të jetë ndryshme për njerëzit që kanë diabet. Gjithashtu është e rëndësishme që veza e zjerë të ofrohet në dietën tuaj në format më të mira të saj. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Kozjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas studimeve, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon në humbjen e peshës. Vezët ofrojnë yndyra të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndikojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin edhe rrezikun e sëmundjeve në zemër. Këto yndyra që gjenden te veza janë një ndihmë shumë e mirë e organizmit. Gjithçka që duhet të keni parasysh në konsumin e vezëve është më mirë që t'i konsumoni ato në formën e zjerë, pasi vetëm kështu do të merrni të gjitha mineralet, elementët ushqyes dhe vitaminat që ato ofrojnë në shëndetin tuaj, duke ndikuar pozitivisht edhe në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Vezët janë të pasur me proteinë. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i gjakut të jetë gjithashtu edhe më i fortë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani këtë video sa më shumë për të njohur me informacionet edhe miqtë e tu.